Ka ndruar jetë këngëtarja e njohur kosovare Belkize Tuli Kryeziu, një nga zërat më të veçantë të muzikës së lehtë dhe popullore shqiptare të viteve 70. Lajmi për ndarjen e saj nga jeta ka pikëlluar familjen, miq dhe shumë adhurues të muzikës shqiptare, që e kanë ndjekur ndër vite karrierën e saj artistike. Me interpretimet e saj të ndjera, stilin karakteristik dhe emocionin që përcilte në skenë, ajo arriti të fitojë zemrat e publikut dhe të bëhej një emër i dashur për shumë breza. Kontributi i saj në muzikën shqiptare konsiderohet i rëndësishëm, pasi në një periudhë kur skena muzikore po formsohej. Ajo ishte ndër artistet që e pasuroi atë me interpretim të sinqertë dhe këngë që mbeten të paharruara. Gjatë karrierës së saj artistike, ajo realizoi një sër këngësh që u pëlqyen dhe u këndua nga publiku. Ndër më të njohurat janë Ma jep dorën, Sonte zemra ime, Kur më buzëqesh ti dhe Mos më harro, këngë që vazhdojnë të dëgjohen edhe sot nga dashamirët e muzikës shqiptare. Me largimin e saj nga jeta, muzika shqiptare humb një artiste me zë të veçantë dhe një figurë që kontribuoi në ruajtjen dhe pasurimin e traditës tonë muzikore. Kujtimi dhe këngët e saj do të mbeten të gjalla në kujtesën e publikut për shumë vite.